Kush ka kriju? Allahu Azza wa Jall. Ka në adhuron Latin edhe Uzën. S'ka logjik kjo. Për çfarë Allahu Azza wa Jall përmend për mushrik, thot da'u Allahe mukhlisina, kur vishin në zor. E lutshin Allahun me sinqeritet, veç në zor kur ishin. Kur i pyetshin mushrikët e Mekës, kush ju ka kriju? Allahu Azza wa Jall. Po pse adhurojnë këto? Thoshin la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kështu i pëshin gjevap, subhanallah. Thoshin na nuk i adhurojnë këto idhujt për asgjë tjetër përposë këto neve me na afru më afër Allahut Azza wa Jall. Siç bëjnë sot mushrikët bashkohor. Të ngjyrosta me ngjyrë të gjelbër zakonisht me emrin që na i quajmë dervish. Që e lut te shkon në teqe te vori, e lut vorin, e lut shebabën. Pse? Thot jo, unë Allahun adhuroj, Allah më ka kriju mu, ama ki mes me dhe Allahut është ndërmjetësues. Po këtë kishte konë diçka s'kishte vdek. Kiske i Zoti vetën me rujt gjallë, si ka me të rujt ti nga dhe një belat keqe. Çfarë logjike kjo? Kjo çmenduri mbi çmenduri. Këtë fjalë kanë thonë mushrikët e Mekës. Se dhe këto kur i pyet ja ana musliman, elhamdulillah, këtë mirat e Zotit. Ama shebaba, si ta lut mjat mund njërë doaja ka bu. Shkon të vori, lip risk, lip evlat, në tyrbe, në teqe. Shkon të shpela, qka len një par qarap, për risk, për bereqet. Për risk, për bereqet. Shkon të filan tyrbja, të kralë këzin a këtu e kimi, që ashtu një e dvendi, të bia e mbretit, apo e sultanit, qka shkojnë ati të vore, luten, dhezin qiri, që është adet i krishterve, dhezin qiri, që është adet i krishterve, që neve muslimanve, nuk njihet në historinë e muslimanve një gjë e tillë, për çka? Për me ardhur në një shërim, në një ilaç, për një çmund. Si fol fëmiu, shkon e lut vorin, tyrbën, teqen, dhe është fatkeqësi e madhe që shirku modernizohet në kohën tonë dhe mundohet më legalizu nën emrin kulturë. Mundohet më legalizu me emrin kulturë. Mundohen të keqen me mbështjellë se të bukur. E keni pa tyrbën që e kanë bërë këtu te Sultan Murati. 500.000 euro beton i kanë vëndu ati Rahmetlis mbi kry. Mirë për ata. 500.000 euro beton i kanë vëndu ati Rahmetlis mbi kry. A kulmi i xhami Sultan Murat është duke ra. A të pi i xhami Sultan Murat me vite nuk është ndru. Se s'ka buxhet. Shko te tyrbja Kralkëzit, që është këtu në Gazibab, te fakulteti. Një do ta shihni se gjithë ajnam investim është bo atje. Shkoni te tyrbja të antena në Gazibab atje. E kanë bo një vend perfekt midis malit për narkomanat. Super ju ka ardha timve, e kanë thi drinin, edhe ati dhe tëtë ku qëkësh është deponi me shpricat të drogave të ndryshme që ata i shpricojnë në trupin e tyre. Pra i kanë bo një strejmore. Pse o vlezër? Se dikush e ka strategji, me apo pa vedin e ti, që shirkon të mbën të gjallë në vendit tonë. Lejojnë me ndërtu objekte për të vdekmit, ama nuk lejojnë me ndërtu objekte për të gjallët. Me vite nuk lejojnë me ndërtu në xhamia në Prilep, me vite nuk lejojnë me ndërtu xhamia Burmali xhami të Ura e Guri që ka nevojë për qytetarët mu falë atje, ama tyrbe ku dush ndërta. Kultura, s'ka problem. Ama tauhidi imani ku thiret hayya ala salah, hayya ala falak, ku thut hajde adhuroj Allahun, ja, ti s'mundet. Hajde adhuroj të vdekmin, hajde adhuroj tyrbën, hajde adhuroj atë dervishin, sa problem kjo kulturë, kjo tolerancë, kështu me radhë. Kjo ka mundësi me qenë çdo sent.
ama as kulturë, as tolerancë, as musliman, as islam nuk është. Çka të duhet të interesant? Ama me islamin nuk ka të boja. As pak.